Ruajtja dhe restaurimi i trashëgimisë kulturore mbetet një nga prioritetet kryesore të institucioneve përgjegjëse në vend. Gjatë vitit 2026, Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Gjirokastër, në bashkëpunim me Institucionin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore dhe Ministrinë e Kulturës, Turizmit dhe Sportit, ka planifikuar një sër ndërhyrjesh në objektet e kultit dhe monumente të tjera me vlera të veçanta historike dhe kulturore. Disa prej projekteve kanë nisur tashmë, ndërsa të tjera priten të zbatohen në vijim. Kemi filluar ndërhyrjen në kishën e Profetit Elia në Lekër, monument kulturore kategori D, cili u dogj gjatë vitit 2025 dhe jemi në mes të ndërhyrjes. Besojmë se në brenda fundit të muajit qershor do përfundojë gjithë ndërhyrja në këtë objekt. Paralelisht, po përgatitet edhe fillimi i ndërhyrjes në manastirin e Mingulit, i cili përfshin projektin e restaurimit dhe konservimit të objektit në pikpamjen arkitektonike, në bashkëpunim me Kulturare Heritage Youth Outboarders, një OIF. Ndërkohë është duke vazhduar ndërhyrja në manastirin e Dhuganit, në konaket e këtij manastirit, ku bëhet konservimi i këtyre rënojave të konakve, në bashkëpunim prapë me Kulturare Heritage Youth Outboarders. Pra, kemi disa ndërhyrje në qarkun e Gjirokastës. Gjithashtu doja të përmendja në veçanti fillimin e ndërhyrjes në Teqen e Koshtanit, monument kulturore kategori e parë, i cili ndodhet në bashkinë e Memaliajt dhe Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore këtu ka filluar një ndërhyrje ku përfshihet restaurimi total i gjithë këtij objekti, do të thënë një nga ndërhyrjet më të mëdha të ministrisë në qarkun e Gjirokastës. Ndërhyrjet do të përqendrohen në restaurim, konservimin dhe mirëmbajtjen e objekteve që paraqesin nevoja emergjente, por edhe në monumente që kërkojnë investime për të garantuar ruajtjen afatgjatë të vlerave të tyre. Dhe këto objekte bëhen në bazë të një analize risku, pra objektet të cilat janë më të rrezikuara dhe me rëndësi më të madhe për shkak të vjetërsisë apo të historisë të tyre dhe në zbatim të planifikimit, Ministria ndërhyn duke i vendosur në objektet të cilat do investojnë. Gjithashtu kemi paralelisht dhe bashkëpunime me organizata të ndryshme, siç është Kulturare Heritage Youth Outboarders, që manastiret apo ju keni parë, besoj që manastiret e Luginës të Drinos janë në watchlist të World Monument Fund, pra janë të përfshira në një listë që investitorë të ndryshëm ose donatorë të ndryshëm mund të kryejnë disa investime. Dhe ne, si drejtori rajonal në bashkëpunim me institutin, kemi kryer disa projekte për ndërhyrjet e këtyre. Kryesisht në afreskët e tyre, pasi këto afreske janë prej vitesh dhe janë në gjendje dhe të degraduar, dhe ne kryejmë ndërhyrje pasishme ku do të përmendja restaurim total të manastirit të Spilas, pra në zonën e Lungjërisë, që përfshin dhe restaurimin arkitektonik apo edhe restaurimin e afreskëve të këtij objekti. Sipas të dhënave, puna në terren do të zhvillohet në përputhje me standardet e restaurimit, duke synuar ruajtjen e autenticitetit dhe identitetin historik të çdo monumenti. Këto ndërhyrje pritet në kontribojnë në mbrojtjen e pasurive kulturore dhe në përcjelljen e saj në brezat e ardhshëm.